Zonja dhe zotrin, miq të nderuar, sot do të flasim për një temë që lidh artin me ndjenjen njerëzore, lëvizjen me solidaritetin dhe kulturën me humanizmin. E ftuara jon është një figurë e veçantë ndërkombëtare, një mike e jona e madhe. Është fjala për antropologën kulturore amerikane zonjën Janet Reineke, gjithashtu që është themeluese e organizatës humanitare World Dance for Humanity, e cila vallëzimin pra e ka shndruar në një lëvizje apo përmes vallëzimit ka ndërtuar ura për mbështetjen e komuniteteve të ndryshme nëpër botë. E me zonjën Reineke sot do të flasim edhe do ta zbulojmë realisht se si vallëzimi dhe arti mund të shndrohen në një mision humanitar dhe se si konkretisht vallëzimi mund të bëhet gjuhë e përgjegjësisë apo edhe gjuhë e shpresës për të gjithë njerëzit në botë. Unë kam kënaqësi për herë të dytë të ju uroj mirëseardhje zonjës Reineke për një botë më të mirë, andaj ju ftoj të jeni me ne. Zonja Reineke, faleminderit shumë që keni ndarë kohën të jeni edhe një herë në emisionin për një botë më të mirë. Faleminderit për ftesën. Siç kanë mundur ta kuptojnë dëgjuesit tanë edhe herën e kaluar, juve jetoni tashmë gjatë kohë në Kosovë. Keni bërë kërkime shkencore, të gjitha ato i kanë kuptuar në intervistën e kaluar. Mirëpo, mbas kërkimeve shkencore, juve doktoruat edhe gjitha edhe filluat punën humanitare. Do të kthehemi sërish në vitet e 90-ta. Si kaloj ose si u bë mbas punës shkencore të kaloni në punë humanitare? Si e kujtoni? Kam kryer magjistraturën edhe doktoratin këtu në vitet 80, që kemi bisedu përpara për kulturën e shqiptarëve në Kosovë, e sidomos kam koncentruar në fenomen e gjerbetit, edhe që ndikon në familjet në botë kuptim edhe për ardhmërinë e Kosovës. E tani kam shku në Amerikë, kam kryer doktoratin atje, edhe tani ka nis problemet të mëdha në Jugosllavi, kanë nis me lufta, kanë nis me raposh krejt vendin, edhe në qatë kohë kam jetu në New Jersey edhe kam punu me shqiptarët në Bronx në New York, se s'kam mujt me ardhur në Kosovë për shkak situatës. Edhe kam pas djalli që atër, djalli është linë në 90-ën, edhe kemi jetuar që në New Jersey të punu me shqiptarë edhe të i organizu konferencat në Columbia University për Kosovën, që ka ndodhë në qatë periud në Kosovë në vitin 92-3. E tani një dit më ka thirë Oxfam prej Anglis, edhe më ka thënë, apo dënë me shku në Kosovë me organizu një program humanitare. Thash, veç qysh, ama tash është shumë kohë kritike në krejt vendin aty, qysh me shku atje. Ato kanë thënë, ti mundish me shku, edhe unë e kam kap djallin e kemi shku në Washington DC të ambasada aty, kemi marrë vizën si turiste, se s'kan mujt hiç s'kan dash me liru një Amerikanë me shku në Kosovë në Sharvak, hiç. Për dyshysh e kemi bind, unë me djallin tem, edhe tani kemi ardhë këtu, edhe qaj Ministri Shëndetësisë për qatë herë, na kanë drejtuar në komunën e Vitis, sepse Vitia ka qenë shumë e përzim një vend edhe me shqiptarë edhe me serbët, edhe ka pas edhe shatrat të përzim. Do thot, unë s'kam ditë, s'kam pas shumë njohri për Vitia, unë kam punu në Tjeravene, në Poj, në Hasën, në Rugov, në Gollak, e s'kam ditë Viti, por kam shku atje, që me kanë udhëru, me punu me sanitacion në për shkollë, do thot, me pas ujtë që mundit me pi, edhe gjendi ka qenë shumë keq në për shatrat të Vitis. Edhe kemi kam pas një ekip shumë bukur, kam pas Qemal Morati, ka qenë si bashkëpunëtori im, i Kabashit,
e atje ka qenë një shok I vjetër, profesor anglisht ka qenë përpara. Edhe tani Feri Sinani ai inxhinier, tani kemi pas një inxhinier prej Amerikës ka ardhur, environmental engineer eventualisht. Do thot kemi pas një ekip edhe me dokotundar, me familje Tafa ku kam jetuar në komun në fshatin e Tërpezit. Edhe me djalin kemi shku atje, një gjysmë kemi jetu në Prishtinë edhe tani gjysmë atje në përkatune kemi punu natë gati secili fshat në viti, 30 fshatra, edhe ka pas problem me mbledh tolla për çato projekte që kemi pas, si ka pas shumë nevojë. Kulmi ka qenë I ra në kokën e zanzve në disa fshatra, edhe ata kanë pas në far frikë, se serbët në regjim nuk ka dash me dhanë lejat për kurrë hiç. Edhe kur kemi nis me ujë, me sanitacion në për shkollat, tani kemi pa që ka nevojë edhe me renovu shkollat, edhe ka qenë tani probleme gjithë tolla, se Oxfami me ka dhënë mjetë me jetu këtu, me pas ekip, me pas një kerë, kështu me mujt me punu, për nuk me kanë dhënë pare për me ndërtu diçka. Për me investu. Ja, edhe kemi shku ne për shpijat, se cili familje kemi lyp do marka, 5 Deutsche Mark, edhe në qatë mënyrë katadale kemi renovu do shkolla, edhe kemi bo diçka në përkrejt katune, tani kemi organizu gratë, në përmes një organizat kemi formulu legenda, grupe femnave që kanë, prej cili fshatra kemi gjetë një 2-3 femna që kanë dash me to elevate, like me ngrit pozitën e femnave pak edhe nëpërmes edukimi, nëpërmes edukim shëndetësor, edhe me bizneset, kanë pas kurset për kepjen e sene atil në qatë kohë. Në qatë kohë, do thot vitit 94-5-6 ka qenë situatë shumë vështirë këtu, me bo asë një sens ka qenë let me bo. Veç kemi pas një bashkëpunim të hatashëm atje me fshatarët, me komunën, edhe kemi mujt me mbri bile, deri në qatë situatë, në ato kushe kemi bri bajgi diçka mirë, edhe tash kur kthehem në viti, kur takohem ato shok që kemi tash 30 vjet, ato janë shumë është atmosfere prekshme, se ne kemi mujt me bo diçka kur krejt kushtet ka qenë kundër neve. Se cili asë një sens ka qenë let me bo. E qashtu, do thot, ajo ka qenë themelim për mu në ndihma humanitar që ka do thot. Unë gjithmonë kam pas zemër aty, që ajo ka qenë herë e parë që kam punu tamam në teren me njerëz, me organizu, me balafashu me qëto sfide atje, edhe me bo diçka. Zonja Rajnek, kthehen në viti edhe I kujtoni ato kohra të vështira, se si keni mundur ta rregulloni një shkollë, të rregulloni kushtet e nxënësve. Nëse e krahasoni atë kohë me sot, çfarë po bën komuniteti sot, ndoshta për investim? Po krejt tjetër ama si ditë e natë. Absolutisht të sende atëherë s'ka qenë, edhe vullnec, Menjan nuk ka qenë qatë herë, sepse njerëz kanë qenë në dishprim të madh. Civil society kemi dash me kriju. Do thot, civil society do thot njerëz për të mirën e vetit me punu voluntarisht. Kuptohet Nona Tereza, klinikat, punktat, edhe shkollën e për shtëpiat ku ka pas në Kosovë, do thot njerëz kanë ndihmu shumë njëri tjetrën qatë kohë në vitin 90, anë tjetër anë ka qenë një farë dishprim, nuk kanë ditë çka me bo, shumë njerëz pa punë, s'kan pas vullnet, do thot ka qenë një melange, forcat e ndryshme në qatë herë. Edhe unë kam pas detyrë kryesore me bind njerëz, me grumbullu burat, me grumbullu gratë, me bind me bo diçka. Për shembull me çu qikat në shkollë të mesme, se një pjesë të popullsisë atëherë familjet nuk kanë dash me çu qikat në shkollë të mesme, me një far frikë, me një far që nëse qikat nuk shkojnë tani me pas punë, që ka qenë pa punësi e madhe, atëherë pse me çu në shkollë. Edhe ne kemi pas një diskutim non-stop për sa më rëndësi
çikët shqiptar me shku në shkollë mesme, mos me lanë shkolla për shkak situatës që shka qenë. Mos më kanë sakrifica ato. Edhe ja keni dalë, domethënë keni pas sukses në këtë punë, po? Po, kemi pas edhe çikët që sot me kur jam aty edhe dikush që s'ka mujt me shku në shkollë mesme dhe tani kemi intervju për ato, ata janë shumë mirënjohës që kemi intervenu në qatë kohë, kuptohet. Në 2010, pastaj e themeluat organizatën Dance World for Humanity. Si lindi ideja? Well, kur jam këthy në Amerikë 97-ën, se sërës me kanë përzon, unë me djallin, kemi dash me u këthy në Kosovë s'na kanë lanë, hiq, edhe kemi vazhdu në Amerikë, tani kam punu me disa organizat humanitare që kanë punu për shëndetësi në botë, edhe kam, do thë shumë vite tani kam punu atje në Kaliforni, e tani më ka ardhë mendje në 2010 kam nis me dhanë vole, se kam voltare jam si hobi, gjithmonë kam pas, edhe kam mësu vole, prej 15 veçare kam nis me mësu njerëz vole. Ne, se ka qenë një pasion për mu, edhe kam vendos masë që kam pas punë, unë kam pas rogë si punëtor në ato organizatë humanitare, tash unë krejt femna që kanë me ardhë me valzu, kanë me pagu diçka të vogël, një kontribut, edhe krejt që pare kemi me grumbullu, edhe me me ndihmu njerëz në përbotë që kanë nevoj shumë elementare, nevoj për me jetu. Do thot, ajo ka qenë 2010, edhe kemi nis ka dale me një herë njavë, tani 2 herë njavë, tani eventualisht 6 herë njavë, kemi pas vale, edhe kemi mujt me mbledh pare, e në fillim ka qenë, për shembull, punë e parë ka qenë në Ghana, në Afrikë. E tani në Liberia kemi pas, në Kenya, kemi qenë një qik në shkollë në fakultet për infermier, për shembull. Kemi grumbullu një $2-3,000, edhe tani kemi bodi shkat. Në Nepal ka qenë një klinik rurale, edhe ne kemi qenë lidhur edhe kemi dërtu një dhoma aty për egzaman. Do thot, ka daldale kemi grumbullu pare edhe kemi pas do plan shumë specifike në disa vene. Edhe tani, jam taku me një gru që ka punu në Rwanda, një kod gjatë, mas genocide në 94 që ka qenë. Edhe ajo ka nis me punu, po ajo ka qenë plak edhe ka dasht, unë me investu ma shumë, kemi nis me një lop, $1,000, tani me dhijat, me gjithë shka, edhe ka dale kam nis me njoftu mirë me ato njerës në Rwanda, edhe kemi kryu një ekip atje, kemi shku, edhe tani krejt, donacion masë ne ka qenë krejt për Rwanda. Kemi bo fokus total, se kemi mujt me bo shumë punë. Se atë vend s'ka pas dima prej kërkujt në botë. Kërkush në këtë botë s'ka ndit për që ato njerës. Që për nuk kanë mujt me qu prej tokës, prej uris, do thot s'kan pas shka me hangër, s'kan pas ple për bashkën, s'kan pas kur gjo, edhe s'kan pas shpres për jetën, nuk kanë qu as fmit në shkollë filore, edhe ne kemi pas shumë diskutim atë pse s'po qoni fmit, pa pse me qu fmit kur kanë me dek prej uris. Do thot, në qatë kushte kanë qenë ato njerë që kur jemi taku. Edhe kemi nis me dediku krejt, unë krejt kohën e energjit kam nis me dediku, eventualisht ajo ka qenë një kosisht që kam punu puna me organizatët e ndryshme, e tani kam shku në pension, thash, pension do thot, nuk kam punu për dikon tjetër, po vetëm kam jetu me pension e vogël që kam pas, e krejt pare që kam mujt me mbledh, kemi dediku në program. E tash mas 13 vjet, do thot, me Rwandën kemi nis 2013, me punu seriosisht, plotësisht, e do thot prara 13 vjet,
Tash jemi vitin e kaluar kemi mbledh gjys milion dollar, zakonisht një 300, 400, 500 mijë dollar po mbledh unë, që është puna ime, edhe çdo muaj jemi tu i çu diçka në Rwanda. Për shembull tash jemi tu e kam grumbullu para për 202 shek për familje që po flenë në tokë. Hala, që sa vjet mas genocides, 94-shin, hala po flenë në tokë. Nuk kanë dime, nuk kanë qysh, po do thët me World Dance Kosovo, do thët tash i kemi edhe një branch në Kosovë, 3 herë një, po takohemi me vale për gratë këtu në Prishtinë, edhe me qatë pare kemi mujt tash 202 shek, plus jemi të i grumbull sot, për shembull në mëngjes jam qu edhe jemi të organizu 10 lopt, do thot $10,000 për 10 lopt, me mujt me furnizu, për dhia tash për bicikletë, për biznesi, kemi kriju një 23 biznesa, në ato 28 fshatër ose kooperative rurale ku punojmë, kemi bukpjeks, kemi rroba qepse, kemi bizneset e ndryshme që ne kemi ndihmu, edhe tash është një bashkëpunim për ditë, 7 ditë në javë e kam bashkëpunim me Rwanda, plus para 4 vjetë kur ka kris luftë në Ukrajine, ne kemi pas shoqe në Ukrajine prej Ukrajines, edhe ata na kanë ndihmu me organizu dima për Ukrajine, do thot çdo muaj afërsisht, po qojmë $5,000 nëpërmes ato shoqet volontare me një 10 qytete të Ukrajines, e tash të jarë këtu me fol me ty sot, kam marrë një mesazh tash që një shkollë ka marrë para tona për me janë të furnizu një bomb shelter, do thot shtrehje për kur vinë bombat, fëmijët. Strehimore, do me thënë. Exactly, edhe kur me një shkollë, fëmijët s'kan pas ku me shku kur bombardohen. Edhe tash ne kemi qu pare disa $100,000 me furnizu qatë vend, edhe kam marrë një letër sot prej Ukrajines me na falendru për, do thotë është ajo është jeta ime. Jeta ime është totalisht e dedikum për qatë punë se kam gjetë 2 vende ku muj me pas një ndikim ditë për ditë në Rwanda edhe Ukrajinë. A Kosova për mu, e di që njërës po thëmë, pëse s'po ndihmon në Kosovë, edhe është mirë me pas më falemderit për këtë kohë me shpjegu, sepse ju keni ndihma edhe prej që atëherë kur unë kam qenë këtu, edhe sidomos mas luftës, ju keni pas ndihma prej çdo anë. Edhe ende keni ndihme, keni NGOs, do thot organizat jo qeveritare, ju keni në çdo çoshke Prishtinës edhe nëpërmes krejt Kosova, edhe njërë shumë ma kompetent se une, me punu keni prej jashtit, keni prej këtuhit, që dynë shumë mirë me punu me njërës me varfri, njërës me dëmtim prej luftës, me nanet, me fëmijët, me shkollime, me drejtet e njeriut, drejtet e femnave, ju keni ndihme në çdo anë. Une ku punoj nuk ka ndihme, nuk ka kërkën përveç une edhe organizata ime. Për që ta, po une jetën nuk du me jetu aty në Afrikë, se ata s'kan nevojnë për mu me jetu aty. Une kam dëshirë me jetu në Kosovë, se po du Kosovën, qaq. Edhe me ndihmu vendet që janë në vështirësi. Ja. Cili ka qenë momenti më sfidues gjatë këtij rrugtimi? Gjatë qatë periud këtu? Si do që t'jetë, që keni ndihmuar ndoshta vendet të tjera? Oh my God, ama qëto tash për shembull Ebola. Ebola është paraqit në Kongo edhe në Uganda, ma shumë do thot në lindore të Kongo, DRC, Democratic Republic of the Congo, në lindje. E lindje e Kongos është taman ofër kufit me Rwanda për imdinor. E une kam disa kooperative, 3 kooperative kam, që janë taman në 2 që janë në kufi me Kongo, e një që është në kufi me Uganda. Do thotë e kemi kungabu
Abakundana edhe Dufatania, 3 kooperative që janë tamam aty edhe friga, që kanë një tash jam të i fol me Rwanda çfarë friga, në për krejt popullësia mos po infektohet. Kanë byll krejt kufi, do thotë që pandalum asë njëri nuk mundet me kalu qatë kufi, se po frigohen që ka me importu atje. Do thotë, sot me është shumë vështirë edhe që jemi të që pak pare për do lob, do dysheke, do dhia, edhe jemi të blenje me cop tok për një ferm, është me dha njërë bile pak shpres për jetë, se kam shumë frikë edhe kanë, medikamentet atë janë dopt, është shumë vështirë edhe me shiru diçka. Do thërë katastrofë është aty tash, në qatë pjesë të Afrikës. Tani, të lutem, vetëm me trego, të gjitha ta njerës që duan të ndihmojnë në World Dance Kosovo, si mund të bëjnë që të ndihmojnë, do më thënë, të gjitha ta njerës që kanë nevojë nga zonat e luftës? Përveç pjesëmarrjes në vallëzim. Well, në pjesëmarrjes në vallëzim, ajo është i qendër për ne. E kemi shumë gratë që pak din me vallëzu, veç në përdasme kanë vallëzu pak, edhe kemi ato që janë shumë entuziastë, shumë pasion, tash i kemi qëto ora për filistar, ora për matavin sum që dojmë shkune për festival. Do thot ajo është qendër edhe japin donacion, kush mundet, kush është anvise dhe nuk ka paret veta, nuk pagon kurgjo hiq. Studentit që kemi nuk pagojnë kurgjo hiq, ata që mundet pak me pagu, japin donacione, unë mbledh krejt që pare dhe qoj edhe në Rwanda, edhe në Ukrajine. E qashtu, ose njërës mundin me më kontaktu në përmes Facebook, edhe se njërës tash kanë afru donacion për neve, qashtu. Ose normalisht, kush dëshiron që të dhuroj, mundet të bëj përmes organizatës suaj. Ja, World Dance Kosovo është në Facebook, World Dance Kosova është në Facebook, edhe unë jam në Facebook, Janet Rajnek, edhe njërës po më kontaktojnë, edhe në qatë mënyrë po bëjmë diçka së bashku, se njërës shumica janë të fokusum në Kosovë, kuptohet, edhe unë shumë mirë kuptoj që ata. Veç edhe ka ato tjera që po kuptojnë që ka njërës që janë në situatë shumë ma delikat, ma vështirë se në Kosovë. Se qaj genocidi që ka qenë në Rwanda në 94, 100 dit, 1 milion njërës kanë dek. 800.000 deri 1 milion njërës. Do thot ka qenë edhe dikimat e saj psikologjike e kanë prish krejt vendin. Edhe unë po kuptoj se afërsisht qatë periud 3 muaj ditë në Kosovë edhe ma tutje edhe ma përpare në Kosovë edhe çka keni hek, unë jam shumë thelleve dishme çka keni përjetu si unë kam qenë këtu. Kam qenë edhe në 81 këtu, do thotë unë e di plotësisht çka ka ndodhur, çka keni hek në çdo anë, çka keni vujt. Po tash keni pavarësi, tash keni mënyrë me ngrit Kosovën, anë vend me ngrit Kosovën jeni të ndërtu shtëpiat për familjen e vetë me 3 kaqe, me 6 dhomët fjetjes, me dasme të mdhaj, me keret ma mirë që janë në Amerikë. Ju jeni të bo një sënë shumë interesant këtu në Kosovë. Që njerëz nuk kanë besim në qeveri ose në njëri tjetërin, edhe në vend me bo diçka për Kosovën, po marrojnë shtëpiat. Dhe më thonë që kjo është një gabim që e bëjnë shqiptarët, por se do qofë më se do të ndikojmë përmes këtij emisioni edhe pjesën e mbetur të paravet. Edhe nuk jam në gjendje me kritiku, që unë jam amerikane, nuk jam kosovare, veç jetoj këtu edhe kuptoj deri diku. Po edhe unë kam studiu gjirbet. Doktoratin e kam bi gjirbet në Kosovë, unë kuptoj që atë të dhëtë. Edhe kuptoj që njërës, po dojmë me të regu që kanë bo, 30 vjet, 20 vjet, 10 vjet, 40 vjet kanë jetu jashtë, e po dojmë me të regu
çka kanë marru. Edhe po dojnë, nëse po shohin një shtëpi me 2 kaqe, po dojnë me bë 3 kaqe. Edhe nëse po shohin një BMW, po dojnë me bë një Mercedes. Ama çajo është e natyrshëm, çajo ekziston nëpër këtë botë. Po unë po lys kur po flas me njerëz këtu, po ju lys me thon me zbut pak qatë ekstremizm që kemi bo, me qato investime veç për familjen, që kur kush s'ka me jetu aty. Për para ka pas 20 vet të jetu në ato shtëpia, e tash ka 4 vet, ose kur kush, veç 2 javë verës, edhe në vend me investu në bizneset, edhe me punësu njerëz, edhe di krejt, unë jam shumë e vedishme, që kam najt tash me Mimozën Kusari, me kuptu edhe ma thellë situatën e bizneseve këtu, ajo është udhëhec ministri për industri, unë kuptoj sa e komplikum është këtë vend Kosova, edhe problemet mes njerëzve, edhe mos besim, edhe sfidat me korupcion që është shumë zbut tash, po ka qenë edhe më vështirë, për para pa halo eksiston. Në çdo vend botës, edhe në Amerikë eksiston shumë. Po unë gjithmonë po them njerëz më kanë vetëdijshëm që duhet me investu në Kosovë, jo në për ato shatra që janë të zbrast. Duhet me rigjallu fshatrat. Unë me mujt me pas bashkëpunëtor këtu, unë kishëm marrë disa fshatra edhe kishëm rigjallu, se për mu është një dëshprim të madh, it's a very sad thing. E pikluar. Po, e piklushme që me pa ato fshatra të zbra që janë kaq bukur, kaq energjie, ju shqiptar jeni kaq të gjinshme, krikere keni për biznes, ju jeni kaq të talentum, e mos me investu me gjallu vendin, në vend me ik, ose me ndërtu sende që janë kot për ekonomin këtu. Qato bisedi janë shumë të komplikuar edhe nuk po du me bo shumë thjesht, se nuk janë thjesht. Po, e vërtet. Aty e kam zemrën. Po, ju kuptoj. Nëse do ta përshkruanit me pak fjalë organizatën World Dance Kosova, cila do të ishte, si do ta përshkruanit organizatën? Është një organizat për gratë që po dojnë me lanë problemet edhe nervoze, problemet që kanë në jetë, se me lanë anësht, 3 herë një javë, ose 2 ose 1 herë një javë, po vinë të ne, shojnë krejt ato the worries they have, brenge, edhe me lanë anësht, e me arë për vetin, edhe për shëndet, për trupin, edhe me pas një farë shoqni, kur as një grim nuk gjykasim njëri tjetër, nuk po thojmë sa i vjetër, ose sa i re, ose trash, ose hol, ose qysh po veshen, absolut as një grim. Do thot krejt jemi aty njësoj barbar për një me qatë ethos, the etosi që kemi kriju në Amerikë është edhe këtu, që nuk jemi këtu me beshtet njëri tjetërën, pavarësisht a je katunara, a je qytetara, a je prej një familje ku më diçka, a je diçka tjetër, nobody cares, është më rëndësi që jemi gjallë, që jemi pa luft, do thot, në qëto herë kur takohemi 3 herë një javë, të hanin edhe të mërkurën bramje, të shtunin e mëngjes, informata është krejt aty në Facebook World Dance Kosova, aty është informata, e kur qëto herë kur takohemi, në fund, po mbledhim me një rreth, edhe bëjmë një valle shumë thjesht, edhe shumë butë, është një valle edhe një këngë veç me falendru që jemi gjallë, që familje është gjallë, edhe që Kosova nuk është në luftë. Edhe me mendu për ato njerë që janë në luftë, që janë të i hek në Ukrajinë, janë 130 vende në botë që janë me një farë krizë, me një farë konflikt. Edhe me mendu për ato njerë që janë të i vujt, edhe me mujt me bodi që ka për ata. Aty jam i dedikuar edhe World Dance Kosovo, aty jam i zbashku me një shpirt.
Të dashur miq, atëre sipas bisedës mysafires tonë të çmuar zonjës Gjanat Rajnek, po e kuptoni se vallëzimi nuk është vetëm lëvizje e trupit, por ajo është edhe lëvizje e zemrës, lëvizje e ndjenjave drejt solidaritetit dhe bashkimit njerëzor. Zonja Rajnek, unë po ju falenderoj edhe një herë jashtëzakonisht që keni ndarë kohën të jeni sot me neve në studio. Ju falenderoj shumë për mesazhet frymëzuese që dhat dhe ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që jeni inspirim dhe që ndoni të gjitha të mirat me njerëzit në nevojë në përbot. Dhe më lejoni që nga zemra t'ju uroj sukseset të më të tjeshme në këtë mision fisnik. Thank you so much. Shumë faleminderit.